Pa dyshim që Matteo dhe Brikena janë ndër emrat më të përfolur së fundmi në mediat e showbizit vendor. Të dy patën një histori mjaft interesante brenda Big Brother VIP Albania, ku Matteo nuk u dorëzua dhe arriti ta thejë rezistencën e Brikenas, e cila kundërshtonte një lidhje dashurie me të. Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të rejat rreth showbizit vendor. Matteo arriti t'ja vjedh zemrën Brikenas me disa momente romantike që në kushte izolimi mund të ndikojnë shumë. Të dy dolën nga shtëpia të bashkuar si çift, ku edhe vazhduan lidhjen e tyre të dashurisë. Shumë persona kishin dëshime në këtë lidhje, por gjesi i fundit i Matteos vulos gjithçka. Në emisionin She Is On Top, ku çifti janë pjesë e tij, Matteo solli një buçet të madhe me trëndafila të kuq, ku edhe një herë arriti ta befasoj të dashurën e tij, e bashkë me të edhe të gjithë njerëzit që kishin dyshime në këtë dashuri. Çifti shihen shumë të lumtur edhe në postimet e fundit në rrjetet sociale. Mbetet të shihet nëse çifti Matteo dhe Brikena do të kurorëzojnë dashurinë e tyre me martesë.